lidhur me një temë shumë të ndjeshme për të gjithë, por sidomos për ne në Shqipëri. Përkon me një moment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me fundin e fazës së parë të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe fillimin e një faze të re. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përsaktuara i futemi fazës së mbylljes së kapitujve të negociatave. Dhe siç mund ta keni të qartë, plotësimi i piketave ndërmjetme nga Shqipëria dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. Në procesin e Shqipërisë për integrimin evropian, suksesi i transformimit digjital është një element caktues sa i përket ritmit dhe shpejtësisë së procesit dhe progresit. Më duhet të them që për vende si joni, what has come with the new technology is true bless. Teknologjia e re na ka sjell, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër. Dhe na lejon gjithashtu të përfitojmë nga të gjitha avantazhet e kalimit nga një epokë e progresit linear tek një epokë e progresit eksponencial. Dhe këtë kemi parë me të gjitha përfitimet në shumë aspekte ndryshme. Dhe patjetër duam përfitojmë sa më shumë tjetë mundur sa i përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri. Nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku të drejtat e pronës kanë qenë kaq në ndrysni. Gjatë 35 viteve të fundit në është dashur të trajtojmë një material kaq kompleks sa që është realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Sepse kalimi nga një vend me pronë tërësisht shtetërore, ku prona private nuk lejohej dhe nuk lejohej as zotërimi i një automjeti privat, apo nuk mund ta ndërroje një automjet privat. Kaluam në një situatë ku shteti humbi tërësisht kontrollin mbi territorin. Dhe pati një boom jashtëzakonisht të madh demografik pas rënies së regjimit komunist. Dhe këto lëvizje ndikuan në formësimin e territorit dhe se si perceptohej prona